Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të serisë së videove shpjeguese të bazave më kryesore të lëndëve të fesë islame dhe kemi shpjeguar tashmë shumicën e tyre dhe e fundit prej kësaj serie të videove është e sotshmja, e cila flet rreth gjuhës arabe. Pika e parë për sot thotë: gjuha arabe është lënda ndihmëse më e rëndësishme e fesë. Pra nuk e kemi quajtur prej lëndëve bazike, sepse lëndë bazike mund të quajmë të tjera siç është Kurani, hadithi, akida dhe fikhu, por se kjo është një lëndë që na ndihmon për kuptimin e secilës prej lëndëve bazike. Për këtë arsye themi që është lënda ndihmëse më e rëndësishme e fesë. Pika 2 thotë: ajo i tejkalon gjuhët e tjera në pasuri dhe melodicitet. Për sa i përket pjesës që i tejkalon në pasuri, nënkuptojmë në fjalor, pra ka një numër shumë të madh fjalësh, dhe nëse dëshirojmë ta ilustrojmë, mund përmendim si shembull që për disa fjalë për të cilat ne në gjuhën tonë apo në disa gjuhë tjera ekziston një fjalë vetme, për të njëjtën gjë në arabisht mund të ekzistojnë 50 fjalë të ndryshme. Për shembull, për fjalën dashuri, për fjalën shpat, për fjalën luan, në dijen intime si fillestar, ekzistojnë pothuajse rreth 50 fjalë të ndryshme. Ndërkohë që dietarët e gjuhës arabe në vetvete ndahen në dy mendime për çështjen që a ka gjuha arabe sinonime apo jo. Sinonime quhen fjalët të cilat janë me kuptim të njëjtë. Dhe disa prej dietarëve thonë që ka sinonime, disa të tjerë thonë që nuk ka sinonime, por ka vetëm fjalë me kuptim të përafërt, por jo të njëjtë, që të jenë dy fjalë plotësisht të barabarta me njëra tjetrën. Për këtë arsye, edhe nëse themi që për fjalën dashuri ka 50 fjalë të ndryshme, ato janë 50 lloje të ndryshme dashurish në gjuhën arabe. Si thua që nuk mund të përdoret e njëjta fjalë për dashurinë ndërmjet çiftit, ndërmjet familjes, ndërmjet shokëve, ndërmjet njerëzve të tjerë, ose që ka grada të ndryshme. Për shembull, fjala dashuri në kuptimin e përgjithshëm në arabisht është fjala hubbun, ndërkohë që grada më e lartë e dashurisë është fjala khulletun, që do të thotë një lloj dashurie që zërrënj në zemrën e personit dhe largon çdo lloj dashurie tjetër dhe nuk lë vend për asgjë tjetër përveç se për veten e saj. Ky është përkufizimi që jepet nëpër fjalor kësaj fjale. Pra, dhe pse këto të dyja i referohen pothuajse të njëjtës gjë, mirë po ka një farë dallimi ndërmjet njëra tjetrës. Për këtë arsye themi, që na duket si mendimi më i saktë, që arabishtja nuk ka as sinonime. Dhe pse ka miliona fjalë, që është një numër jashtëzakonisht i madh po ta krahasosh me gjuhët e tjera, prap nuk ka sinonime. Kështu që kjo e bën akoma më të fortë në kuptimin e pasurisë si gjuhë. Dhe jo më kot e ka zgjedhur Allahu si gjuhën e shpalljes së tij të fundit, që është Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë, për sa i përket melodicitetit, kjo ka dhe një pjesë subjektiviteti brenda. Sepse dikujt për shembull mund t'i tingëllojë një gjuhë e caktuar si gjuhë shumë melodike, pra i tingëllon shumë mirë kur e dëgjon, dikujt tjetër mund t'i tingëllojë dikush tjetër. Por se e përgjithshmja është që gjuha arabe i tingëllon pothuajse të gjithëve me një mënyrë të këndshme, kur e dëgjojnë, ndonse mund të ketë të tjerë që preferojnë një gjuhë tjetër për nga aspekti i melodicitetit. Mirë, po në vetvete edhe kjo nuk mund të anashkalohet nga çdo kush dhe për shembull kur ta dëgjoj dikush të thojë nuk qen ka gjë kjo gjuhë, nuk tingëllon mirë, ose duket si gjuhë e shëmtuar. Pra kjo është diçka e pazakonshme që ta thojë dikush të gjë për arabishtën. Kështu që këto dy gjëra i japin fuqi gjuhës arabe për qëllimin për të cilin ajo është përdorur në raport me fen. Madje mund të shtojmë dhe diçka që në momentin e parë që ka filluar shpallja e Kuranit,
mrekullia e parë që kanë konstatuar të gjithë njerëzit, qoftë besimtar dhe jo besimtar, në raport me Kuranin, ka qenë melodiciteti i tij shumë i lartë. Pra që dhe shprehet në të njëjtën kohë mesazhe shumë të mëdha, por në të njëjtën kohë i shprehet edhe në një mënyrë shumë melodike, që tingëllon pothuajse si një këngë shumë e këndshme, ndonse nuk ka lidhje me muzikën me instrumenta. Mirëpo, mënyra se si tingëllonte veshi është shumë e këndshme. Për shembull, ajetet përfundojnë me rimë, ngjajnë me njëra tjetrën, mënyra e formulimit, mënyra e strukturimit të fjalive, të gjitha këto i bënin përshtypje edhe poetëve më të mirë të kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët realisht arabët në përgjithësi, po dhe kurejshët në veçanti shquheshin për fushën e poezisë. Dhe prap ata ankoheshin që nuk arrinin dot ta sfidonin Kuranin tek aspekti gjuhësor. Ndërkohë që Kurani përfshin dhe mrekulli të tjera në vetvete, madje mund të themi që është mrekullia më e madhe nga të gjitha sipas këndvështrimit të muslimanëve, porse nga aspekti gjuhësor në veçanti tingëllonte në një mënyrë që nuk e krahasonin dot as me poezinë, as me prozën e kohës. Më pas, pika 3, ajo është një nga më të vjetrat. Pra gjuha arabe konsiderohet po ashtu si një nga gjuhët më të vjetra, duke ditur sidomos sipas këndvështrimit të muslimanëve, po në këtë çështje përputhemi po ashtu dhe me këndvështrimin e të krishterëve dhe me këndvështrimin e xifutëve nga aspekti i gjenealogjisë, që popujt në kohët e hershme kanë qenë të përqendruar kryesisht në zonën afër lindjes së mesme. Dhe diku në ato zona mendohet që ka ndaluar anija e Nuhut alayhis salam mbas përmbytjes së madhe. Dhe më pas prej aty ka rifilluar qytetërimi nga e para dhe ka filluar njerëzimi të rishumohet. Dhe Nuhu, siç dihet, ka pasur 3 djemë të cilët kanë qenë me të në anije me familje të përkatëse. Ka qenë Sami, Hami dhe Jafith. Dhe këta 3 janë paraardhës të popujve të ndryshëm të cilët ne i shohim sot nëpër botë. Për shembull, prej Samit mendohet që e kanë origjinën arabët, hebrejt, persët, ndoshta edhe popujt e tjerë. Prej Hamit e kanë origjinën popujt e Afrikës në përgjithësi, duke përfshirë koptasit e Egjiptit, barberët e Afrikës veriore dhe veri perëndimore dhe sudanezët, ose që i themi ndryshe zezakët, pra ata që janë plotësisht të zinj që fillojnë nga zona e Saharas e poshtë deri në jug të Afrikës. Këto 3 raca në përgjithësi me gjitha ndarjet, fiset edhe kategoritë ndryshme të njerëzve që bëjnë pjesë, të gjitha këto janë prej pasardhësve të Hamit, ndërsa prej pasardhësve të Jafith janë turqit, slavët, jexhuxhët dhe maxhuxhët. Mendohet që mund të jenë edhe kinezët dhe ato racat e Azisë së Largët. Ndërkohë që kemi harruar të përmendim një prej popujve më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit, romakët, mendohet që shumica e romakëve kanë origjinën prej Samit, që e përmendëm më herët, por se harruam ta citonim. Dhe secili prej këtyre grupeve të njerëzve ka zhvilluar me kalimin e kohës gjuhët e veta. Pra mund të ketë qenë një gjuhë e përbashkët në fillim fare për gjithë njerëzimin, prej secilës e kanë origjinën të gjitha gjuhët, por se më pas janë degëzuar dhe janë formuar gjuhë të ndryshme. Ndërkohë ne shikojmë që nga popujt më të vjetër që ne njohim mbi bazën e dokumentave historike, janë popujt që kanë jetuar në zonën e Irakut të sotshëm, për shembull Babilonia e lashtë. Dhe po të shikosh, të krahasosh alfabetin e babilonasve, ka ngjashmëri të theksuar me alfabetin e arabëve. Për shembull, shkronja e parë e alfabetit të babilonasve, sipas librave historik po flasim, quhet Alef, ndërkohë që në arabisht quhet Elif. Shkronja e dytë e alfabetit të babilonasve është shkronja Ba, e cila po ashtu në arabisht është Ba me një lloj tingulli që është ndërmjet S edhe As. Pra që kur shqiptohet e hap gojën çik më shumë se sa kur shqipton N dhe çik më pak se sa kur shqipton An. Pra kjo tregon në vetvete që ka
ngjashmëri të theksuar ndërmjet gjuhëve që janë sa më të vjetra. Dhe më pas shkronjat kanë ndryshuar, për shembull në alfabetin që ka ardhur në Europë, në popujt e vjetër të saj, është kthyer alfa dhe beta, prej së cilës ka dalë fjala alfabet. Ndërkohë që dhe alfa ngjan deri diku me alef dhe me elif. Edhe beta po ashtu ngjan me ba. Pra, këto kanë lidhje me njëra tjetrën, e kanë origjinën prej njëra tjetrës dhe arabishtja në vetvete është një nga gjuhët më të vjetra. Edhe nëse nuk do të ishte ndër gjuhët më të vjetra, kjo nuk e bën që ta humbasi rëndësinë e saj, porse edhe duke qenë, kjo i jep një fuqi akoma më të madhe. Dhe po ashtu përmendet nëpër hadithet profetike që ka pasur dhe prej profetëve të mëparshëm persona të cilët kanë qenë arab dhe popujt përkatës kanë qenë arab. Dhe këtu mund të përmendim profetin Hud alayhis salam, i cili është dërguar te fisi Ad, dhe fisi Ad ka jetuar diku në zonën e Yemenit të sotshëm, pra në jug të Gadishullit arabik. Po ashtu përmendet profeti Salih alayhis salam, i cili është dërguar te fisi Thamud, dhe këta kanë jetuar në veri të Gadishullit arabik afër zonës së Tebukut. Dhe po ashtu profeti Shuaib alayhis salam, i cili është dërguar te populli i Medienit, dhe këta kanë qenë parafërsisht në zonën e Shamit të sotshëm. Dhe i fundit prej profetëve arab është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është dërguar në Mekë, më pas ka emigruar në Medinë dhe populli i tij kanë qenë arabët e kohës, më pas ka pasur dhe ka vazhdimisht ndjekësa nga të gjithë popujt e botës. Për kjo është pak a shumë ecuria e popujve arab dhe arabishtes, ndërkohë që po t'i hysh gjërave me detaje, ka informacione shumë më të imtësishme, disa prej se cilave janë tek librat që ndodhen tek rafti pas meje. Dhe do të duhej një seri shumë e gjatë me ligjërata për t'i përfshirë të gjitha. Më pas, pika 4, dialekti Kureish është ai i Kuranit dhe hadithit. Pra, ashtu si çdo gjuhë e botës ka dialekte, dhe arabishtja ka dialektet e veta, ku dialekti më kryesor që merret si referencë është dialekti i Kureishëve, të cilët ishin banorët e Mekës në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe që në dialektin e tyre ne lexojmë Kuranin sot e kësaj dite. Më pas, pika 5, ajo është gjuha më e ruajtur. Pra ne kemi thënë më herët që Kurani është i ruajtur dhe i pandryshueshëm deri në ditën e Kiametit, ashtu është dhe feja islame në përgjithësi së bashku me hadithet e sakta, dhe rrjedhimisht këto bëjnë që dhe gjuha arabe të jetë gjuha më e ruajtur, sepse ka burimet e veta më të ruajtura. Ndërsa në gjuhët e tjera të botës mund të ketë shumë gjuhë që janë të ruajtura goxha mirë, por nuk e arrin nivelin në të cilin është i ruajtur arabishtja, madje dhe anglishtja që është gjuha më e përhapur e botës në ditët tona, pra që flitet në më shumë popuj, në më shumë vende të ndryshme gjeografike, sërish do shikosh që anglishtja sotshme nuk ngjan ndoshta as me anglishtjen e para 20 vjetëve, e jo më të ngjaj me anglishtjen e para një shekulli apo para 1000 vjeçari. Ndërkohë që arabishtja e sotshme letrare, ajo që quhet fusha në terminologjinë arabe, ajo është po e njëjta që flitej dhe në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se burimet tek të cilat bazohet i ka të njëjtat që bazoi ajo atëherë. Më pas pika 6. Ajo përbëhet nga gramatika, fjalori dhe letërsia. Tu po bëjmë një ndarje të lëndëve përbërëse të gjuhës arabe dhe nuk e përjashtojmë mundësinë që të ketë edhe të tjera përveç tyre, sepse siç kemi thënë, dietarë të ndryshëm të fushave të ndryshme bëjnë kategorizime të ndryshme për mënyrën se si ata e organizojnë diturinë brenda një shkence apo një lënde. Dhe mund të bëjnë ndarje të ndryshme të lëndëve, mund të bëjnë ndarje të ndryshme të kapitujve, mund të bëjnë ndarje të ndryshme të temave dhe të nëntemave, dhe askush prej tyre nuk meriton të kritikohet, duke qenë se secili bën përpjekjen e vet për ta bërë organizimin sa më të mirë të dijes. Më pas, pika 7, ajo na jep informacion të hollësishëm në çdo lëndë fetare. Pra ne kemi thënë edhe më herët që feja mund të mësohet, të paktën gjërat më kryesore të saj, ndoshta edhe deri në nivelin mesatar, mund të mësohet në çfarëdo lloj gjuhë të botës, për aq kohë sa në atë gjuhë ka ligjërata dhe libra të përkthyer. Porse që të mësohet në një nivel të avancuar
dhe të mësohet me shumë detaje, arabishtja është shumë e nevojshme, sepse atë që mund ta kuptosh kur e lexon një tekst në arabisht, nuk e kupton dot kur e merr të përkthyer të gatshme nga një përkthyes sado që mund të jetë munduar për shembull për t'i dhënë hakun kuptimeve që të korrespondojnë me njëri tjetrin. Dhe për ta ilustruar këtë do t'japim një shembull. Në Kur'an, në shumë vende, Allahu përmend që banorët e xhennetit qëndrojnë të mbështetur në disa gjëra që quhen në numrin shumës eraik. Për shembull thot fragmentin e fjalisë muttakiina fiha 'alal eraik. Ata janë të mbështetur në të, zakonisht e gjejmë të përkthyer në koltuqe. Dhe fjala eraik është shumësi i fjalës erike. Dhe erike zakonisht përdoret për koltukun në ditët tona. Por se kjo fjalë nuk ka gjithmonë vetëm këtë kuptim. Dhe sidomos në për këto ajete, shpjegojnë dietarët e tefsirit, ka një kuptim çik më të ndryshëm dhe që ka nevojë për shpjegim për t'u kuptuar. Dietarët thonë që erike dhe shumësi eraik nënkupton disa lloje shtretërish, të cilët janë të ngritur me një çati të mbuluar, që mbulohet vetë shtrati, dhe janë të rrethuar me perde nga të gjitha anët, pak a shumë siç mund të shikojmë nëpër filmat turq që qarkullojnë në televizionet tona, sidomos filmat që trajtojnë tematika historike, ose edhe filma arab, sepse në këto vende janë përdorur më së shumti, dhe banorët e xhennetit qëndrojnë me bashkëshortet e tyre të mbështetur në këtë lloj shtretërish. Ndërkohë që kur e lexon fjalën eraik dhe ti nuk e di këtë gjë nga arabishtja, këtë kuptim që ka kjo fjalë, atëherë ty të vete në mendje një koltuk i zakonshëm me një mbështetëse mbrapa me dy krah, si koltuqet që kemi ne. Ndërkohë që faktikisht Allahu nuk ka për qëllim këtë lloj koltuku. Madje edhe kur themi që erike quhen këto lloj shtretërish si ky që unë po shkrova, faktikisht në xhenet ka gjithmonë diçka të papërfytyrueshme që ne nuk e dimë. Edhe pse kemi një ide, një koncept mbi sendin, mirë po nuk e përfytyrojmë dot me një përfytyrim 100% të saktë. Pra, ama iden e objektit e jep më së miri kur e di fjalën në arabisht se çfarë kuptimi ka saktësisht. Dhe në këtë lloj forme mund të themi që ky arsyetim vlen edhe për shumë gjëra të tjera, jo vetëm për këtë që ne përmendëm. Për këtë arsye, arabishtja të ndihmon jashtëzakonisht në kuptimin e imtësishëm të fesë. Dhe lutem Allahun që të na dhurojë një kuptim të tillë dhe të na bëjë zbatues të përpikt në kufi të mundësive të rregullave të fesë islame. Më pas, pika 8. Morfologjia e saj trajton emrat, foljet dhe shkronjat. Morfologjia është lënda që merret me formimin e fjalëve. Dhe morfologji ka çdo lloj gjuhë botës. Mund t'i themi ndryshe fjalëformim. Dhe në gjuhën arabe, kjo pjesë e shkencës së gjuhës që merret me fjalët, nuk ka një ndarje aq të madhe në grupe sa që ka për shembull në shqip, që ka 11 klasa fjalësh. Në kohën kur un kam qenë 9 vjeçare, ka pasur 10 klasa fjalësh. Tashmë konsiderohet që ka 11 për arsye se edhe trajtet e shkurtra konsiderohen si një klasë fjalësh më vete, tek klasat e pandryshueshme. Ndërkohë që në arabisht ka 3 klasa fjalësh. Janë këto që quhen el ismu, që është emri, dhe ata këtu përfshin edhe mbiemrat, edhe përemrat, edhe numërorët që janë në gjuhën shqipe. Po ashtu është fjala el fi'lu, që janë foljet, këtu përfshin gjitha foljet, domethënë çka ka të bëjë me veprimet, dhe këto të dyja ata i konsiderojnë si të ndryshueshme dhe ndryshojnë sipas mënyrave përkatëse. Dhe kategoria e tretë quhet el harfu, që fjalë për fjalë përkthehet shkronjat, po nuk është për qëllim shkronjat, janë për qëllim klasat e pandryshueshme të fjalëve. Unë kam dhënë përkthimin fjalë për fjalë duke i bërë një koment nga mbrapa, por se një përkthim që t'i korrespondon 100% nuk di që të ketë në gjuhën shqipe kjo fjalë për këtë lloj termi gramatikor që po flasim. Sidoqoftë, kemi për qëllim që këtu përfshihen parafjalët, ndaj foljet, pastirmat, lidhëzat, të gjitha klasat e fjalëve që quhen të pandryshueshme në gjuhën shqipe. Më pas, pika 9, sintaksa e saj trajton rregullat e fjalive. Pra nëse morfologjia trajton të fjalët, sintaksa trajton
fjalitë që formohen nga fjalët që lidhen me njëra tjetrën dhe ndryshojnë sipas kontekstit. Dhe kjo vlen për të gjitha gjuhët, jo vetëm për arabishten. Më pas pika 10, fjalëformimi i saj i jep kuptim vetë shkronjave. Pra ka për shembull disa shkronja të caktuara që kur bashkohen dhe renditen në një mënyrë të caktuar në arabisht, kanë gjithmonë një kuptim të caktuar. Për shembull, nëse marrim foljet si rrënjë të gjitha fjalëve, mendim të cilin e ka një pjesë e madhe dietarëve të gjuhës, nëse në një folje i shtojmë një elif, një sin dhe një te përpara, që janë 3 shkronja të alfabetit arab, si të thuash ST ose IST, gjithmonë folja merr kuptimin që kërkon atë lloj veprimi nga dikush. Për shembull, themi folja ghafara, që do thot fal, pra e fal dikë. Nëse i shtojmë këtë IST përpara, bëhet istaghfara, që do thot kërkoj falje. Pra nëse para ishte fal, e dyta është kërkoj falje, kërkoj këtë gjë prej dikujt tjetër. Dhe nga kjo vjen edhe termi istighfar, që do thot kërkim falje në arabisht. Një term shumë i zakonshëm kur flasim për çështjen e pendimit. Mirë, po në këtë lloj mënyre veprohet dhe me foljet e tjera. Për shembull, kemi foljen fehime, që do thot kuptoj. Nëse ne themi istafhama, do thot kërkoj të kuptoj diçka. Pra përpiqem që atë gjën ta kuptoj. Dhe në këtë formë veprohet edhe me tjerat. Më pas, pika 11, pjesa kryesore e letërsisë së saj është poezia. Pra letërsia përbëhet edhe nga poezia dhe nga proza. Pra ka edhe tregime, ka rrëfime të ndryshme. Por se poezia ka qenë elementi dallues kryesor tek arabët. Nëse kanë pasur arabët në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam diçka për të cilën shquheshin, ajo ka qenë poezia. Pra ata mund mos kenë qenë një popull shumë i pasur. Mund mos kenë qenë një popull i fuqishëm ushtarakisht, apo i fuqishëm politikisht, apo të dalluar për nga feja që praktikonin ndërmjet popujve të tjerë, apo të dalloheshin për disa njohuri në fusha caktuara, ama në poezi kanë qenë njëshat e kohës. Madje mund të themi jo njëshat e kohës, por njëshat e të gjitha kohrave. Dhe fakti që ata vetë nuk e kanë sfiduar dot Kur'anin në këtë gjë që ata ishin njëshat, kjo në vetvete tregon për mrekullinë e Kuranit që është e pasfidueshme në aspektin gjuhësor. Më pas. Pika 12, hapi i parë i kërkimit të dijes fetare është mësimi i saj. Pra, nëse ne do të shkojmë në një medrese apo në një universitet islamik apo në çfarëdo lloj instituti ku do të mësojmë fenë islame, gjëja e parë që mësohet është gjuha arabe për një periudhë që mund të jetë disa mujore, apo 1 vjeçare, apo 2 vjeçare sipas rastit, dhe më pas kalohet tek të gjitha lëndët e tjera. Zakonisht mësimi i gjuhës arabe shoqërohet edhe me memorizim të Kuranit dhe të haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam, ndonjëherë edhe me memorizim të vargjeve poetike, por se në thelb është e rëndësishme të mësohet gjuha në mënyrë që më pas të mësohet feja me detaje. Kështu që është e papërfytyrueshme që dikush të dëshirojë të thellohet në njohuritë fetare, për shembull të bëhet dietar, dhe ndërkohë të mos e ndjejë nevojën që të mësojë gjuhën arabe. Ne lutem Allahun që të na japi dituri të thelluar në gjuhën arabe, në mënyrë që të përfitojmë dituri të thelluar dhe në fenë e tij, dhe të na japi dituri të thelluar në çdo gjë që është e dobishme, dhe të na mundsojë që këtë ta përdorim gjithmonë për mirë dhe t'i bëjmë dobi njerëzimit nëpërmjet saj. Ne lutem Allahun që të na ruajë nga çdo gjë e keqe. I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.